dashur, një përshëndetje. Jemi këtu në parkun e Gërmisë dhe qëllimisht kam dashur të dalim këtu dhe ta bëjmë një pjesë të emisionit këtë. Dëshira ime ka qenë që ta shohim konkretisht një fjali që deshifron krejt vujtje njerëzore. Thuhet, fortunat e mëdha e detyrojnë lisin të lëshojë rrënjë të thella. Kjo do të thotë, vujtja e madhe në jetë ja mundson njeriut që t'jetë gjithmonë i fortë e më i fortë. Dhe prandaj, sot e këtu, do t'i shohim dy mundësi. Mundësinë e parë, lisat që janë rritë pjesën e shtrojerës, lisat që janë rritë pjesën e tokës butë, si ka ra një shi, si e zbut toka, njëre e vogël, njëre lehtë i ka rëzua ta lisa dhe do t'i shini me raj për ledin. Dhe kundër të atyre, pjesa tjetër, aty ku ka pas errat forta, aty ku ka pas fortunat më dha, do t'i shini se sa të thella dhe të fuqishme i ka qurë lisja rrënjt. 100 metra më poshtë është bombarduar shtëpia deputetëve të ish Jugosllavisë, i ka ra uraniumi i varfërum dhe këti lisi me 4 rrënjt të forta nuk ka pas mundësi as atomi t'ja lëndoj e t'ja pengoj zhvillimin e tij jetësor. Prandaj sot, do të shkojmë me kamerën ngadale, t'i shohim lisat e butësinës, lisat e kushteve të mira, lisat e shtrojerës, qysh janë rrënuar për toke. Dhe të njëjtën kohë, do të ndalemi te lisi tjetër, t'i shohim rrënjt e tij që janë aq thella të forta. Hajde kamerman i dashur, lutem shkojmë bashk dhe t'i shohim qysh duken. Mund të ndalemi në këtë pjesë. Nuk e di sa ka mundësi kamera të fiksoj këte, ate, ose lisin tjetër atje. Qenë këtë shtrojerë, këtë pjesë të butë të tokës, lisat që në rritë, lagështirën e parë dhe nerën e parë janë ndërzu. Lisat tjerë që në rritë në fortunë, lisat tjerë që në rritë në vujtje, lisat tjerë që kanë pas një detyrim të të qëndrojnë në jetë, janë shkua e kanë zhvillu sistemin rrënjor ashtë thellë, ashtë fort, sa as fortuna më fuqishme nuk ka shka t'ju bëj. Ju thash pak më parë, se dhe atomi ka ra 100 metra më poshtë, edhe nuk i ka ndodhur kurrë. Çka desha të themi këtë tregim? Desha t'ju themi diçka. Se predikusit që nuk din, flasin dhe thonë, njeriu ka ardhur në jetë që të vuj. Jo, njeriu nuk ka ardhur në jetë që të vuj. Vujtja është shkolla më e mirë e njeriut që e mëson të dali prej vujtje. Prandaj erdha këtu, prandaj desha të dëshmoj me shembull konkret, me pamjet e juaja që ta shihni me sy se vujtja është shkollë për dalin nga vujtja. Dhe t'ju them drejtën, kam pas dëshirë ta marrë edhe një valizhet e udhimit të aeroportit. Edhe t'ju them, valigjet e rona kanë qenë peshë madhe me bajt në krah. Aeroportet kanë ndërtu karroca, ma në vend të kanë pa se ka stacione, ka aeroporta që nuk kanë karroca, dhe valigjet vetë ja kanë bërë rrotat, një që të vijë ma lehtë. Pse? Sepse e kanë kuptu se vujtja të detyron të mësosh se ka zgjidhje tjera, ka mundësi tjera, prandaj edhe njëherë po përsëris se vujtja është shkolla më e mirë në jetë që të mëson të dalësh nga vujtja. Ky është fillimi dhe përfundimi i këtij tregimi të shkurtër. Jemi këtu te ky lisi që është rrit në shtrojer, në tokë të butë, e që i përngjan pik për pik sikur fëmijëve që rriten në familjet e pasura, sidomos në shekullin e kaluar, kur familjet e pasura nuk i kanë liu fëmijët as të hanë, as të vishen pa shërbëtor. Dhe ato familje kanë prodhu debil, kanë prodhu fëmijë pa aftë për jetë,
për arsye se janë mësuar të kenë të gjitha të gatshme. Ky lis është rritë në tokë të butë, është rritë në shtrojer, ku nuk ka pas fortuna, dhe shihni sistemin e tij ranior. E shihni rronjtë e tyne, sa të dobta janë, edhe sa të cekta. Ligjit e pema është se sa të ketë trupin e madh, po aq rronjtë ka të thella. Mirë, po meqenëse se ky ka pas tokë të butë, ka pas ushqim mjaftueshëm, nuk ka qenë i detyruar të shojë rronjtë e thella dhe të forcohet për tokë. Dhe pranaj, krejt një jetë është barabari. Kur diçka është lezet, pastaj vjen gazep. Gazep e lezet janë barabar. Ky lis ka pas jetën e këndshme, ka pas lezet rritet, mirë po ka pas edhe jetën e shkurt, sepse paaftësia e tij ka qenë që t'i përballoj fortunës parë që ka rënë këton dhe shihni, gjithë ky lis është rrezuar për tokë. E tash do të shkojmë te e kundërta. E pam lisin e rritur shtrojer. E pam lisin e rritur pa vujtje. Tash do shkojmë te e kundërta e saj. Do shkojmë te lisi tjetër që është rrit me shumë vujtje. Ka qenë lugin ku e kanë rrah errat e mëdha. Dhe ky lis, duke qenë i detyruar që të rezistoj fortunave, ka të shurë rronjtë mëdha, shihni rronjtë e tij. Nisin prej këtu. Krejt kjo si përfaqe është e përbame për rronjëve të forta të këtij lisit madh. Shihni trupin e tij, e pat prej fillimi e deri këtu krejt sistemin radior të këtij lisi, i cili ka fuqi të përballoj edhe fortunat e ardhshme. Kjo ishte ajo që desha t'ju them me shembull konkret se s'ka edhe si ndodh të zhvillohet jeta me ata që i përballojnë vujtjes dhe i çojnë rronjtë e thella. Sikur ky lis. Kjo ishte për tregimin e vujtjes. Kjo ishte ajo që desha t'ju them. Mos i mbroni fëmijët prej vujtjes, sepse vujtja ka litjerin, e aftëson për jetë, shkolla më e mirë e jetës sonë, por mos i ndigjoni predikuesit që nuk dinë, e që thonë se njëri ka ardhur të vujë një jetë. Jo, vujtja është shkollë për daljen nga vujtja. Të gjitha këto fjalë, të gjitha këta shembuj i bëm që ta qartësojmë një pozicion më mërmendje se qartësu. Dhe tash, në pjesën tjetër të emisionit do të flasim për tema tjera dhe do dalim në ambiente të tjera. Një poet i Zenit ka shkruar një vjersh për një gjeth. Shkputët gjethi edhe vije ka dale e bie para tij. Poeti e merr atë gjeth kështu edhe i thot: "A u shkpute? Ishe pjesë e kunorës. Tash je i vetmum, je i huaj. Eja këtu afër meje. E arrim bashk, sepse edhe unë jam sikur ti, i shkputur edhe i huaj." Kur merr Osho dhe komenton tash poezinë e këtij Bakjes, poetit e Zenit, për këtë gjë, thot kështu: "Njeriu, po sa del prej trupit nanës, shkputet sikur ky gjeth që shkput. Dhe secili njeri mendon e beson se ka nanë bab, ka motër e vllazën, motra e vllazën, ka miq e shok, ka dashamir, ka gjithkën. Po, të gjitha këto i ka, por me sipërfaqe. Ndërkaq po të shkohet në thellësi, do të shihet se secili njeri është aq i huaj dhe aq i vetmum. Fikall vetëm ka ardhur në jetë,
dhe fikall vetëm të dalin nga jeta. Prandaj, secili njeri është gjithë i vetmum, gjithë i shkëputër, i huj dhe i paskend. Kemi thonë dhe po themi, mirë është kesh miq, mirë të kesh shumë miq, kesh pak miq, e të mirë. E në variantat ndryshme të miqësisë, a kjo është më mirë, a kjo është më mirë. Por, nuk ka rëndësi a ke shumë miq, a ke pak miq, apo nuk ke miq hiç. E rëndësishme është, a jenë miqësi me veten tonë. Nëse me vetveten tonë jenë miqësi, bota është e jotja, dhe ky gjithë është pjesë e tërësisë së universit dhe nuk është i vetmuar. Po kështu është me njeriu. Nëse njeriu është miqësi e në paqe me vetveten, atëherë është pjesë e tërësisë së universit dhe nuk është i vetmuar, nuk është i huaj. Prandaj njerëz, mos e shihni sipërfaqen, mos e analizoni rrjedhat e sipërfaqes, sepse sipërfaqja të mashtron. Të duket se këtu e deri në deti është tokë, është mal, është janë gjitha, por deti është shkput. Dhe kjo është sipërfaqja. Hyn në thellësi, edhe nën thellësinë e detit, prapë është tokë, prapë është lidhja e tërësisë. Po hyn në thellësi, atëherë do ta kuptosh sipërfaqen, po mbetën sipërfaqe, kur nuk do ta kuptosh thellësinë. Prandaj, nënvizimi i fundit për këtë është që të jesh në paqe, në miqësi me vetveten tonë dhe atëherë je pjesë e universit. Kaq për sot.